Thot pejgamberi alayhis salam në ahiret ku të vinë njerëz, thot unë jam kundërshtar, armik i 3 llojeve të njerëzve. Me dal nesër kundërshtar pejgamberi, veç i ban leks xhenetin. Dëshmia e tij është shumë e madhe. Dëshmia e Rasulullahit është përfundimtare në ahiret. Rasulullahi po thot në ahiret ku të vinë njerëz, unë e kam dal kundërshtar, armik i 3 grupeve të njerëzve. Than ja Rasulullah, cilët janë ata? Tha i cili e ka kesh përdor emrin Allahut Azza wa Jall për punë së dunjaje dhe ka tratuar emanetin. Ti ulesh bisedon me ta për një punë të vallahi unë rrim bes e traton emanetin, ky e ka bërë mik Rasulullahin. O ju rini e dashur, Allahu kushton më shtrajnë se sa letra që në shumë ti. Kujdes ku të betohesh në Allahun, për çfarë po betohesh? Tha Rasulullah i ban ben Allahun e arrin qëllimin dhe traton emanetin. Tha ky ka me arë në ahiret e unë ka me qenë kundërshtari ti. Hajhat, thot Allah në Kur'an, e pa mundshme me kalu nesër në gjykat nëse Rasulullah në ki kundërshtar. E dyta, tha njeriu i cili e shet dinitetin e njerit të lirë, përfiton për disha, përfiton edhe e traton. Ky nesër është kundërshtar jemi në ahiret. Dhe i fundit i treti o vëllezër, tha Rasulullahi, në ahiret do t'jam kundërshtar, armik, i atyre që kanë përdor njerëzën e dikujt tjetër, kanë fitu vetë dhe ata e kanë lanë në lloç. Që është e mundshme me fitu njëri shumë, e pëndori me arë në shpi për që më fund mujt, mëse pas me çka me gëzu fëmijën e vetë. Ti mendon se kjo jetë është ka që thjesht, ti mendon se nuk vjen një ditë mu përballë me Rabbul Alamin, me ata i cili ka dhënë hak secilit, dinitet secilit. Pra s'munësh, pra të ndershëm vëllezër e nderuar rini, në përmbylljet e kësaj teme, bota ardhshme ndërtohet me punë së bote. Kur kush se ka mision ndërtimin se jetë përveç njeriu, bëhu argati të mirës. Mundohu me dherë njerëz këtë dunja se kanë më të vitë për në ahiret. Mundohu me lanë gjurmë në familjen, shoqërinë, rrethin ku jeton, që të lumturohesh nesër para Allahut Azza wa Jall me punët e tua. Dhe ju vëllezër të ndershëm që Zoti i Madhërisht ju ka privilegjuar me detyra të ndryshme. Ju ka dhënë ndoshta pasuri dhe keni punëtor dhe mirë që keni alhamdulillah, kujdes hakun e punëtorit. Ndaje njerëzën bashkë me ta, sepse tu e ndërua ata kom ndërua i që në qilë, Allahu Gjelle Vala. Se kjo botë nuk madhë ndryshe vetëm për rizë të punëtorve. Dhe ju rini e dashur që dëgjon një lloj teori të ndryshme, mos ja lejo fatin e jetës tonë në dorë atyre që flasin dhe ju mashtrojnë se mund me arrit diçka njërin këtë dunja pa punë. Mos i beso atij i cili të thotë dhe ta bjen një shembull të filanit halanit se ka mundësi me jetu në këtë dunja pa punë. Nuk ka mundësi me jetu pa punë. Allahu ta ka besu këtë emanet, le gjurmë trajtore tjetër, sepse për këtë mundi që jep këtë dunja, një ditë do shpërblesh para Allahut Gjelle Wala, dhe do ndihesh krenar për punën tënde që ke bërë për Zotin, familjen, shoqërinë dhe rrethin ku jeton.